Ndarja nga jeta e artistës së madhe së skenës shqiptare, Vaçezelës nuk është vetëm një humbje për familjarët, por për të gjithë kombin shqiptar, të cilët do të munden të shprehin mirënjohjen e tyre në pjesëmarrjen në omazhin e ndër të artistës së madhe, të cilat do të mbahen të shtunën nga ora 10 deri në orën 12. Një ceremonial shtetëror do të mbahet në nder të ikonës së muzikës shqiptare në kujdesin e Ministrisë së Kulturës, ku përveç njerëzve të saj më të dashur, familjarëve, pritet të marrin pjesë personalitete të shumta të artit dhe kulturës, politikanë, qytetarë, miqë të njohur jo vetëm nga Shqipëria, por edhe nga Kosova e diaspora. Trupi Pajete e artistes Vaçezela do të mbërrijë në orën 14 në aeroportin e Prishtinës, ku do të pritet nga përfaqësues të Ministrisë së Kulturës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Kulturës së Rinisë dhe Sportit të Kosovës. Ndërkohë, omazhe në nderim të zërit të maqishëm të skenës shqiptare Vaçezelës do zhvillohen nesër në Teatrin Kombëtar të Operës dhe Baletit. Gjatë omazheve, Ministria e Kulturës dhe Bashkia e Lushnjës në nderim të veprës së artistës së madhe, Vaçezela do të ulin flamurin në gjysmështiz. Pas omazheve, ikona e këngës shqiptare do të përcjellet për në banesën e fundit, duke u nisur nga Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit për të kryer në varrezat e Sharrës. Ceremonia në nderim të artistes do të organizohet nga Ministria e Kulturës së Shqipërisë dhe në vëmendjen e veçantë të kryeministrit Edi Rama. Vaçezela mbetet idhulli dhe frymëzimi për breza të tërë, emocioni dhe krenaria e të qenit shqiptar. Kënga e saj do të jetojë shumë gjatë bashkë me zërin e saj magjik, të kulluar do të vazhdojë të jetë bashkëkohtare e historisë sonë shqiptare.